fshati Obod vijon të jetë i bllokuar. Niveli i ujit në rrugën që të lidh me këtë fshat arrin deri në 40 cm. Vetëm makinet e ushtrisë mund të kalojnë në këtë segment. Në hyrje të rrugës ndeshesh me banorë, të cilët presin automjetet e ushtrisë për të lëvizur drejt banesave të tyre, ndërsa refuzojnë të flasin pasi sipas tyre janë lodhur nga kjo situatë që përsëritet her pas here. Ndërkohë ndërmarrja e shërbimeve publike në Bashkinë Shkodër ka ndërhyrë në këtë segment rrugor për të vendosur qerita orientues në anësore të rrugës në mënyrë që të shmangen aksidente. Megjithëse uji ka nisur të tërhiqet, sërish fshati Obod në njësinë administrative Ana Malit vijon të jetë bllokuar. E vetmja mënyrë për të lëvizur drejt fshatit janë makinat e larta të ushtrisë. Ndërkohë po punohet për vendosjen e sinjalistikës në anësore të rrugës për të shmangur aksidentet e mundshme. Sipërfaqet e tokave të përmbytura në njësinë Ana Malit janë rreth 100 hektar, kryesisht në Obod dhe Muriçan, ndërsa krahas përmbytjeve, banorët do të përballen edhe me rënjen e temperaturave që kanë përfshirë vendin tonë.